Mesditën e kësaj të hëne, gjatë një aksioni të përbashkët të IMT-s dhe policisë bashkiake për lirimin e hapësirave publike në hyrje të Vlorës, është shënuar një incident. 3 persona kanë ushtruar dhunë ndaj punonjësve, ndërsa gjatë ndërhyrjes, një efektiv policie është goditur dhe ka qelluar në ajër për të shpërndarë turmën. Forcat shqiponja kanë shoqëruar personat e përfshirë. Policia bën me dije se rreth orës 12:20, shërbimet e policisë janë njoftuar se në vendin e quajtur rreth rrotullimit Nartës ka ndodhur një konflikt ndërmjet punonjësve të INUV dhe shtetasve ID 58 vjeç, DD 27 vjeç dhe FD 23 vjeç. Në afërsi të konfliktit kanë qenë duke kryer shërbim të planizuar 2 punonjës të qarkullimit rrugor, të cilët kanë ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit dhe janë goditur fizikisht nga 3 shtetasit e sipërpërmendur. Gjatë ndërhyrjes dhe në përpjekje për të ndalur sulmin fizik, njëri prej punonjësve ka përdorur armën e shërbimit, duke qelluar në ajër pa shkaktuar lëndime. Si pasojë e dëmtimeve fizike të shkaktuara nga goditjet e 3 shtetasve, 2 punonjësit e policisë janë dërguar në Spitalin Rajonal Vlorë, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje është ngritur grupi hetimor i përbërë nga OPG i prokurorisë dhe AMP, të cilët po vijojnë veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.